A të ka ndodhur ndonjëherë të shohësh dhëmbë në ëndër ose të ndjesh qetësim apo kuriozitet? A ishin duke rënë, a ishin të prishur apo thjesht po I pastroje? Mos e neglizho këtë simbol. Dhëmbët në ëndër nuk janë thjesht një imazh, ata sjellin mesazhe të fshehura për shëndetin, marrëdhëniet, pasurinë dhe jetën tënde të brendshme. Qëndro me ne për të zbuluar kuptimet më të thella të kësaj ëndre që shumë njerëz e përjetojnë, por pak ja din kuptimin. Në ëndër, dhëmbët e sipërm kanë një kuptim simbolik më të thellë dhe shpesh lidhen me anën e dukshme të jetës, marrëdhëniet me personat e afërm dhe çështjet personale që kanë të bëjnë me autoritetin dhe imazhin publik. Ato paraqisin familjen e ngushtë dhe njerëzit e rëndësishëm. Në shumë interpretime tradicionale, dhëmbët e sipërm përfaqësojnë anëtarët e familjes, sidomos prindërit, vëllezërit, motrat apo figura të rëndësishëm që I kemi afër në jetë. Nëse sheh që të bien dhëmbët e sipër, mund të tregojë ankth për mirëqenien e një të afërmi apo lidhje emocionale të lëkundura. Dhëmbët e sipërm janë më të dukshëm kur flasim apo buzëqeshim. Në ëndër, dëmtimi apo rënja e tyre simbolizon frikë nga humbja e respektit, pasiguri për pamjen fizike apo statusin dhe ndikimin që kemi tek të tjerët në publik. A të ka ndodhur ndonjëherë të shohësh në ëndër se po të bien dhëmbët e përparme, sidomos ata të sipërm? Nëse po, kjo ëndër nuk është e rastësishme. Ajo përmban një mesazh të thellë për jetën tënde. Në ëndër, dhëmbët e sipërm bien lehtë dhe pa dhimbje, por ti I gjen në prerin tënd. Nëse I gjen në prerin tënd, kjo është një shenjë e mirë që parashikon furnizim të bollshëm, fitime të papritura dhe mbështetje nga jetja. Preri është simbol I bekimit dhe I sigurisë. Është si të thuash, mos u shqetëso, gjithçka do të vijë në kohën e duhur. Nëse dhëmbët të bien një nga një me një dhimbje të mprejtë në çdo rënje, kjo ëndër paralajmëron për vështirësi, borxhe apo kriza që po afrohen. Është thirrje për kujdes. Jeta mund të kërkojë të jesh më I matur në vendime, sidomos ato financiare. Dhëmbët e përparme bien me gjakosje dhe ti ndihesh I frikësuar, I pasigurt, pa ditur pse po ndodh. Kjo është më shumë se thjesht ëndër, është pasqyrim I shpirtit tat të lodhur. Ajo tregon se po mban një peshë shumë të madhe mbi supe, një përgjegjësi që të ka ndodhur emocionalisht dhe që të ka larguar nga vetja. Është koha të kërkosh ndihmë dhe të mos luftosh vetëm. Në të gjitha rastet, dhëmbët nuk janë pjesë e trupit, por simbol I forcës, mbështetjes dhe kontrollit në jetën tënde. Nëse dhëmbët e sipërm janë të bukur, atëherë interpretimi për këtë ëndër është ky: vetvlerësim dhe stabilitet emocional. Kjo tregon se je në një periudhë të mirë vetbesimi dhe harmonie në jetën tuaj. Simbolizon një periudhë të lumtur, të qëndrueshme, ku ndihesh I vlerësuar dhe në kontroll të jetës suaj. Është një shenjë pozitive për suksesin e mundshëm që të pret në marrëdhëniet personale ose profesionale. Dhëmbët e bukur simbolizojnë një ndjenjë të mirë balance dhe stabiliteti në jetën tuaj. Ti ndihesh mirë fizikisht, emocionalisht dhe ke kontroll mbi jetën tuaj. Nëse dhëmbët janë të prishur, atëherë kjo ëndër tregon frikën për humbjen e statusit dhe besueshmërisë. Kujdes tek një person I familjes. Dhëmbët e prishur simbolizojnë dhe ndjenjën e lodhjes dhe përgjegjësitë që ju kanë caktuar. Dhëmbët e poshtëm në ëndër kanë një kuptim të veçantë dhe simbolizojnë aspekte të ndryshme të jetës, të lidhura me komunikimin, shëndetin, vetvlerësimin dhe balancën emocionale. Ja disa interpretime për situata të ndryshme që përfshin dhëmbët e poshtëm. Dhëmbët e poshtëm janë të bukur dhe të shëndetshëm. Vetbesim dhe harmoni. Kur dhëmbët e poshtëm janë të shëndetshëm dhe të bukur, kjo shpesh tregon një periudhë të mirë për individin. Mund të simbolizojë vetbesim, mirëqenie dhe një ndjenjë të balancuar të jetës. Shpesh këto ëndra janë të lidhura me komunikimin e suksesshëm dhe aftësinë për të mbrojtur veten dhe për të përballuar çdo sfidë. Ndjenja e sigurisë dhe stabilitetit. Kjo tregon që individi është I fortë, është I sigurt për jetën e vet, si personale ashtu dhe profesionale. Ndihet I plotësuar dhe I kënaqur me situatën në të cilën ndodhet.
Po çfarë tregon ëndra nëse dhëmbët e poshtëm janë të prishur? Frika dhe pasiguria. Kur dhëmbët e poshtëm janë të prishur, kjo tregon frikën për humbjen e kontrollit dhe pasiguri në jetën e përditshme. Mund të tregojë pasiguri emocionale ose të ndihesh i paaftë për të mbajtur balancën e jetës tuaj. Gjithashtu mund të simbolizojë dështim ose humbje. Dëmtimi i dhëmbëve të poshtëm mund të jetë simbol i ndjesisë së humbjes ose frikës për dështim në ndonjë fushë të jetës si puna, marrëdhëniet apo shëndeti. Komunikim i dobët. Dhëmbët e prishëm të poshtur mund të lidhen me shqetësime rreth natyrës se si po komunikoni me të tjerët. Ndjenja se nuk mund të shprehni veten ashtu si duhet mund të pasqyrohet në këtë ëndër. Ndjenja e humbjes së dinjitetit. Kjo mund të jetë një tjetër reflektim i ndjenjes që ke humbur dinjitetin tuaj dhe po përjeton një humbje të rëndësishme në jetën tuaj si të një marrëdhënie apo një mundësi të humbur. Nëse bien dhëmbët e poshtëm. Lidhje me moshën dhe kalimin e kohës. Rënja e dhëmbëve të poshtëm në ëndër mund të simbolizojë frikën për plakjen, humbjen e vitalitetit, por dhe ndryshime të mëdha që mund të vinë me kalimin e kohës. Përgjegjësi të pashmangshme. Dhëmbët e poshtëm që bien mund të tregojnë ndjenjen e paaftësisë për të mbajtur përgjegjësitë e jetës. Kjo është një paralajmërim por të mos lënë pas dore aspekte të rëndësishme të jetës që mund të kenë nevojë për vëmendje. Ballat në ëndër kanë simbolik të veçantë dhe mund të interpretohen në mënyra të ndryshme në varësi të kontekstit dhe situatës së ëndrrës. Dhëmballat janë një pjesë e rëndësishme e gojës dhe mund të lidhen me aspekte të komunikimit, jetën shoqërore dhe mënyrën se si e shihni veten. Ja dhe interpretimet të dhëmballës në ëndër. Dhëmballë të shëndetshme, stabilitet dhe kontroll. Kur dhëmballat janë të shëndetshme në ëndër, kjo tregon shpesh se ëndërrimtari ka një periudhë të qëndrueshme në jetën e tij. Ai është në kontroll të gjithçkaje, merr vendime të mira, si dhe ka një imazh të fortë dhe të besueshëm. Dhëmballat e shëndetshme mund të simbolizojnë siguri në marrëdhënie shoqërore duke e siguruar një periudhë harmonike dhe pa shqetësime. Komunikim i mirë. Dhëmballat janë të lidhura ngushtë me aftësinë për të ngrënë dhe komunikuar. Prandaj dhëmballat e shëndetshme mund të tregojnë një periudhë ku ju mund të shprehni mendimet dhe ndjenjat tuaja me lehtësi pa pasur pengesa. Dhëmballat të prishura. Frika nga humbja e kontrollit. Kur dhëmballat janë të prishura në ëndër, kjo mund të tregojë një ndjenjë të humbjes së kontrollit, si dhe pasiguri në aspektet e jetës suaj. Mund të keni frikë nga humbja e statusit tuaj ose nga ndjenja dhe sepse gjërat nuk po shkojnë ashtu siç ju i doni. Ky është një simbol që mund të jetë një paralajmërim që jeni duke përjetuar stres ose pasiguri në lidhje me ndjenjat tuaj të brendshme dhe marrëdhëniet me të tjerët. Ndjenja e humbjes ose e dhimbjes. Dhëmballat e prishura mund të simbolizojnë gjithashtu ndjenjat e dhimbjes emocionale ose fizike që po kaloni. Mund të ndjeni se po humbni diçka në jetën tuaj. Kjo mund të jetë një marrëdhënie ose një mundësi që ju jepet dhe ju e humbni. Përgjegjësi dhe lodhje. Kjo mund të tregojë gjithashtu lodhjen e krijuar nga përgjegjësitë që po ju mbani dhe frikën se ato mund të ndikojnë negativisht në jetën tuaj. Mund të ndjeni të mbingarkuar dhe të paaftë për të menaxhuar obligimet që keni. Dhëmballat që bien. Frika nga humbja e fuqisë. Kur dhëmballët bien në ëndër, kjo mund të nënkuptojë një frikë të thellë nga humbja e fuqisë, kontrollit ose ndikimit. Mund të ndjeni të dobët, të pambrojtur ose të pasigurt në situatën që po kaloni. Ky simbol mund të lidhet me shqetësime për shëndetin tuaj ose për humbjen e diçkaje që ka qenë tepër e rëndësishme për ju. Në përgjithësi, rënja e dhëmballës nuk është një ëndër e mirë. Ndjenja e paaftësisë. Dhëmballat që bien mund të tregojnë gjithashtu një ndjenjë të paaftësisë ose humbje të vetbesimit. Mund të keni dyshime për aftësitë tuaja dhe të ndjeni të pafuqishëm për të përballuar sfidat që po hasni. Gjithashtu, ky simbol mund të jetë një ftesë për të rregulluar gabimet ose vendimet e gabuara që keni marrë deri tani. Mund të jetë një mundësi për të reflektuar dhe për të riparuar atë që mund të jetë shkatëruar ose për të riparuar një situatë që ka nevojë për përmirësim. Larja e dhëmbëve në ëndër.
A ke parë ndonjëherë veten në ëndër duke larë dhëmbët? Kjo ëndër nuk ka të bëjë me higjienën, ajo ka një kuptim të thellë shpirtëror dhe psikologjik. Nëse po i lan dhëmbët në banjë, kjo tregon se je në një fazë ku po zgjedh njerëzit e duhur rreth vetes, po heq dorën nga ndikimet negative dhe po afrohesh me ata që të ndihmojnë të ecësh drejt ëndrave të tua. Nëse po i lan dhëmbët nga papastërtitë, kjo tregon që je një person me ndërgjegje të pastër, që e njeh veten, mendon para se të veprosh dhe nuk lejon që bota jashtme të çorientojë nga rruga jote. Nëse po i pastron dhëmbët nga ngjyra e zezë, kjo është një shenjë e fortë pendese dhe rilindje, një sinjal që ke lanë pas mëkatet, gabimet apo zakonet e këqija të së kaluarës dhe je gati të ndërtosh një jetë të pastër, të ndritur dhe të qetë. Kjo ëndër flet për pastrim jo vetëm të dhëmbëve, por të zemrës, mendjes dhe shpirtit. Një fillim i ri është në horizont dhe ti po e përgatit atë. Çfarë do të thotë të shohësh në ëndër dhëmbë që rriten? Të shohësh dhëmbë që rriten në ëndër është një shenjë shumë simbolike dhe shpesh pozitive. Ja disa nga interpretimet më të zakonshme. Rritje personale dhe shpirtërore. Kjo tregon se po kalon një fazë zhvillimi të rëndësishëm në jetën tuaj. Mund të jetë rritje emocionale, shpirtërore apo profesionale, po bëheni më të pjekur dhe më të fortë për të përballuar sfidat e jetës. Fuqizim dhe vetbesim. Rritja e dhëmbëve në ëndër lidhet me ndjesinë e forcës dhe përgatitjes për të kafshuar më shumë nga jeta. Është një sinjal që jeni gati të përballoni përgjegjësi të reja. Shtimi i familjes apo ndryshime të mëdha. Në disa raste kjo ëndër lidhet me ardhin e një antari të ri në familje, shtimi i pasurisë apo ndoshta një ndryshim jetësor i rëndësishëm. Nëse rritja është me dhimbje, mund të tregojë që po përjeton vështirësi gjatë rritjes tuaj personale ose po përballesh me presione që kërkojnë durim dhe forcë. Në çdo rast, dhëmbët që rriten nuk janë shenjë keqe, janë simbol i ndryshimit dhe fuqisë që po forcohet brenda jush. Në fund të ditës, ëndrat nuk janë thjesht imazhe pa kuptim, ato janë pasqyra e shpirtit ton, të frikës, të shpresave dhe sfidave që përballemi çdo ditë. Dhëmbët e sipërm, dhëmbët e poshtëm, dhëmballat në ëndër na tregojnë më shumë se sa mendojmë ne për gjendjen tonë emocionale, për kontrollin që kemi apo nuk e kemi, për përballjen me përgjegjësitë dhe nevojën për përmirësim të brendshëm. Nëse i shihni të forta, mund të ndjeni të sigurt. Nëse bien, ndoshta është koha të rishikoni disa zgjidhje. Mos i nënvlerësoni sinjalet që ju dërgon nënvedia. Ndonjëherë një ëndër është thirrja që keni nevojë për të zgjuar veten tuaj të vërtetë. Dhe në përfundim do doja të dija se çfarë ëndre keni parë me dhëmbët tuaj. Na tregoni në koment dhe nëse dëshironi mund t'i bëni like, share kësaj video. Shihemi në videon tjetër. Faleminderit për kohën tuaj.